çështja e detit, cila do qeveri, pra Berisha Rama është tradhti kombëtare. Të merrem me çështën e detit, për arsye se këtu nuk kemi të bëjmë me ndarjen e ujrave me ndarjen e ujrave ndërkombëtare. Tu kemi të bëjmë me dhënien e ujrave tona territoriale Greqisë. Dhe kjo është vërimtari totalisht antikombëtare dhe është tradhti kombëtare. E para dhe e dyta është tradhti kombëtare për arsye se sot e kësaj dite Greqia nuk e ka ratifikuar asnjëherë njohjen e kufive të vitit 1926, siç ka miratuar Komisioni Ndërkombëtar atëherë. Pra Parlamenti grek nuk i njeh kufitë e Shqipërisë, nuk i njeh këta kufi që ka. Dhe derisa të njohë këta kufi, duhet të njohë njëherë këta kufi, pastaj hajde të diskutojmë për çështje territoriale. Pa njohur këta kufi, nuk diskutojmë, se po diskutuam automatikisht e hapim lojën. Jo, hapim lojën dhe fillojmë. Sepse kufiri është kufi. Dhe hap lojën dhe pastaj kalon me kufilin toksor. Dhe ai thotë dua edhe këtë pjesën tej. Prandaj çdo lloj veprimtarie, çdo lloj qeverie, qoftë e Berishës, Ramës, Fatosnanos, kujt do të jetë që ka qenë, që merret me çështjen e detit, është veprimtari antikombëtare dhe tradhti kombëtare e para. Dhe e dyta, vendimi jo, edhe gjë. Të sqaroj çik. Vendimi e gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese është i gabuar për arsye se vendimi i gjykatës kushtetuese merret vetëm e quan të gabuar çështjen e detit për arsye se nuk jo mor leje presidentit, jo për arsye se është shkelje kushtetuese dhe është tradhti kombëtare. Pra ata shiko kanë ruajtur këta gjykatës që morën vendim, kanë ruajtur bythën e tyre politikisht dhe e kanë quajtur gabim pse nuk ju mor leje presidentit për biseduar se është kompetencë e presidentit. Si po, thjesht çështje procedure. Pra e kanë bërë çështje procedure dhe jo çështje kombëtare. Prandaj po them që kjo është shumë e rëndë dhe shumë e rrezikshme. Po ka dalë në procedurë. Kjo është. Ky është rasti që unë do thoja që qëllimi justifikon mjetin. Është i vetmi rast. Sepse në fakt rrëzimi nuk e rikthen matën. Tani kjo kërkon një zgjidhje. Sepse një zgjidhje është lufta që ne sa bëjmë do? Kemi kallqe. Po shë. Një zgjidhje tjetër është që do vendosin fuqitë e mëdha, ne nuk e dimë se kanë do mbajnë fuqitë e mëdha. Një zgjidhje tjetër për shembull Strasburg apo gjykata ndërkombëtare. Ti je kundër këtyre? Fuqitë e mëdha jo, sepse ti di shumë mirë se unë kam dëgjuar me vëmendje shpjegimet, bëhet fjalë për shefin detar. Ajo është çështje teknike. Jo, është thelbi. Hyet nuk është thelbi. Është çështja teknike për të humbur nga thelbi. Është çështja teknike për të ikur nga thelbi. Kan hyrë në teknikë. Nuk po jap përgjigje, unë po thelloj pyetjen, po e bëj detajuar. Bëhet fjalë për disa shkëmbi, të cilat Greqia i konsideron si ishuj dhe pikë referimi për ligjin e 6.000-ve. Ne themi që jo, këto janë shkëmbi dhe nuk janë ishuj. Pra, interpretimi i tyre janë dy parë që gjinden, do ta bëjnë një arbitrazh apo do bëjmë luftë? Kjo çështje teknike, kanë hyrë në çështje teknike për të fshehur thelbin. Shiko, djalli fshihet në detaje dhe detaj teknik fshet thelbin. Në rast se ne diskutojmë detaj teknik që ky guri atje, ky guri këtu, është ishull apo s'është ishull, neve na cënon kufirin kombëtar. Po jo ne mor, grekët e thonë këtë, ata kanë të pretendim. Po për këtë duan. Po ne si ta cënojnë kufirin atje. Zgjidhje po më ta jap zgjidhje. Se ne në emision këtu e bëjmë. Po mor, po zgjidhja është kjo. Po mor, po zgjidhja është kjo. E para Greqia duhet të ratifikojë marrëveshjen e kufive të vitit 1926, pra të njohë këta kufi që janë. Nuk dua. E dyta, të heqë edhe ligjin e luftës. Pastaj pasi të heqë, këto të dyja, atëherë nuk ka bisedime valla. Nuk ka asnjë lloj bisedimi valla. Se do qëndrojmë siç kemi qenë. Ora ai të kalon anijet aty, më thotë është e imja. Po në më nuk i kalon. Sot e ti kalon, nesër ku të forcojmë nuk i kalon më.